të kisha lut për pak qetësi. Sot në jog, një biznes i njëjtë që është në veri të Mitrovicës edhe një jog e paguajnë ndryshe rrymën në Kosovë. Po ashtu e keni pas premtim që keni me rishiku kontratën me Kecin, pse nuk është rishiku kontrata? Nuk është e saktë që Kesko ka të drejtë ta blej me 30 euro energjinë dhe ta shes në treg të rregulluar. Në fakt e kanë për interesa të ngushta të disa kompanive. Sajtimi ka ndodhur edhe në vitin 2022, prej 15%, mirë po nuk ka pasur inflacion. Dhe Qeveria e Republikës Kosovës ka me qenë me ju, me prodhues veçanërisht, çdo hap, çdo betejë, me secilin prej tyre. E kemi bërë kontratën publike, e kemi hapur, ka qenë mbyllur në një sef, mezi kemi gjetur qelsin. Keku është furnizuesi i mundësisë së fundit. Ministre, Shqipëron Gjema prej Kallzo.com, ju kam dërguar gjatë javë disa herë kërkesë për intervistë, po duke qenë se nuk më keni kthy përgjigje, po du me marrë disa sqarime këto. Fillimisht, po du me ditë, po thirrni në liberalizim të tregut, po a mundën me pas treg të lirë të energjisë, kur të gjithë rrymën të cilën e prodhon Keku e merr Kesko edhe është ai të cilën e shet në tregun tonë, ndërsa furnizuesit të tjerë do të me marr energjinë elektrike nga jashtë. Po du me ma spjegu se çu shpjegoni që prej Kekut, Kesko dhe Keci e marrë në rrymën me 33 euro, ndërsa ja u shesin bizneseve me 220 euro. Po du me ditë po ashtu se a keni spjegim ju se pse bizneset serbe në veri kanë me pagu ma lirë rrymën se bizneset në jog. Një biznes i njëjtë që është në veri të Mitrovicës edhe një jog e paguajnë ndryshe rrymën në Kosovë. Po ashtu e keni pas premtim që keni me rishiku kontratën me Kecin, pse nuk është rishiku kontrata. Në ndërkohë, drejtar... Pak më ka dalë se tash veç i ke bo 3-4... Po, në rregull. Në ndërkohë, drejtari Kekut është Ylber Batalli, i cili ka qenë drejtar në Kec. Që shpjegon e qëto, a ka qëtu konflikt të interesit, pse Keku e prodhon rrymën, komplet qatë rrymë që e prodhon, i ashet Keskos, të cilët i kanë bë oferta bizneseve të mëdhaja, po Keku nuk e shet rrymën. Pse nuk ka mundësi Keku me shit rrymën të cilën e prodhon? Po du me ditë po ashtu... Në rregull, po kam bë kërkesë për intervistë, nuk u marr përgjigje. Një çështje të cilën nuk e përmendet, po që është e rëndësishme shumë, veç edhe çë çështje. I ke bërë 5 pyetje deri tash, nëse më lejon më përgjigj, do të përgjigjem në të gjitha. Po me rend, e kam veç edhe një çështje, që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mirë, po pse nuk mundesh me prit? Okej, në rregull. Mundem me kthy përgjigjet edhe pastaj vazhdoj. Të falenderit shumë që e ngritet çështjen që në fakt është një dezinformat që ka qarkulluar, edhe në qarqe politike, edhe në qarqe të biznesit, edhe të medjeve. Nuk është e sakt që Kesko do ta blej energjinë me 30 euro dhe do ta shes në treg të lirë. Kesko, në kuadër të kontratës së privatizimit, e blen energjinë nga Keku për konsumatorët që janë në treg të rregulluar. Keku të pricat i shet në treg për të gjithët dhe të gjithë furnizuesit tregtarët kanë qasje në këtë energji shtesë. Në fakt, pikërisht duke dalur kompanitë në treg, lirohen disa prej këtyre kapaciteteve të Kekut që duhet i jepen Keskos, ato dalin në treg, shiten në treg ku të gjithë kanë qasje në to dhe pikërisht në këtë mënyrë rritet konkurenca në treg. Pra, edhe njëherë, nuk është e sakt që Kesko ka të drejtë ta blej me 30 euro energjinë dhe ta shes në treg të rregulluar. Për më shumë informata, nëse keni nevojë rreth kësaj, ju inkurajoj që ta pyesni Kekun, zyrën e rregullatorit të energjisë, sepse konsideroj që ata janë më kompetent dhe konsideroj që për të pasur çfarë do diskutimi publik, objektiv dhe në interes të publikut, duhet të jenë të gjithë të informuar sakt. Sa i përket çështjes së furnizimit me energji elektrike në veri, e kam parë edhe më herët që ka pasur diskutime, nuk e di nëse Zëreja e ka sqaruar këtë çështje në ndërkohë. Mirë po, megjithatë vjen mirë që e ngrite edhe këtë çështje sepse ka nevojë për sqarim, konsideroj.
Së pari, duhet ju përkujtoj që në veri të hibrit, energjia elektrike nuk është paguar për 24 vite. Tani paguhet. E dyta, po e fus këtu edhe një informat që nuk e pyet e ti, po që thuhet në këtë kontekst, pyetet se sa është energjia që po e inkason atje kompania furnizuese, duke implikuar dhe duke menduar se pjesën tjetër e paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo nuk është çfarë ndodh. Kompania e furnizimit atje e paguan tërë energjinë që e konsumojnë konsumatorët atje, pavarësisht nëse konsumatorët e paguajnë energjinë elektrike apo jo. Pra fakti është që prej 1 janarit të vitit 2024, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk e paguajnë asnjë cent për furnizimin në komunat veriore. Sa I përket çmimit, mënyrës se si formohet çmimi tek furnizuesi atje, dallimi qëndron tek fakti që është vetëm një furnizues që ofron me çmime të rregulluara, që ofron shërbimin universal. Ky furnizues është Kesko. Furnizuesit e tjerë, çmimet e tyre I përcaktojnë në bazë të tregut, po mund të kenë edhe subvencione. Kjo është çështje e tyre. Qytetarët që furnizohen nga Kesko, që është furnizuesi I vetëm që ka licencën për shërbim universal, përfitojnë nga energjia e kekut, të tjerët nuk përfitojnë përveç nëse e blejnë në treg, ndërsa nga energjia që vjen nga burimet vendore të burimet e ripërtreshme të energjisë, të erës solare e hidro, këto sipas ligjit janë të obliguar t'i blejnë në mënyrë proporcionale të gjithë furnizuesit. Edhe për këto, ju inkurajoj që për informata detaje më teknike të drejtoheni tek organet, tek ZRE-ja në vend të parë si regulator I tregut. Pyetja juaj e tretë kishte të bëj me përzgjedhjen e kryeshefit të ri të Kekut. Me sa kam unë informata, procesi I rekrutimit ka përfunduar, mirë po emrimi nuk është bërë ende. Për këtë ju ftoj të bëni pyetjet tek bordi I Kekut, që ka përzgjedh. Gjithashtu në proces ka pasur edhe vëzhgim nga ana e GLPS-s më duket, ose një prej organizatave të shoqërisë civile. Mund t'i pyesni edhe ata, duke qenë se me Ylber Batallin kemi pasur bashkëpunim gjatë viteve të fundit kur ai ka qenë udhëhec I ekipit të programit të USAID-it ESA. Unë çfarë mund të them për këtë proces, në fakt nuk mund të them për procesin, por çfarë mund të them për Ylberin me që po flitet për të, është që përveç që ka qenë drejtor në KEDS, ai në spaku 4 vitet e fundit që e njoh unë, ka qenë drejtor I një projekti, Chief of Party, që është pozita më e lartë në një projekt të USAID-it, që ka udhëhequr një projekt milionsh të USAID-it. Pjesën tjetër të përvojës nuk ja di. Mirë po ju inkurajoj që para se t'ja bëni gjyqjen personave në bazë të informatave parciale, së paku të merrni informata të plota dhe këto t'i paraqesni në mënyrë objektive. Atë vazhdoj tash. Spari, po tash të morën vesh që me vazhdu me pyetjet e tjera. Që shtu ke marrëveshja cilën e bëm së bashku. Edhe plus ka disa përgjigje për cilat ka nevojë sqarime. E para nuk bëna gjyq, po thash a konsideroni që ka së paku konflikt të interesit. Thatë që Keku ja jep Keskos energjinë elektrike të pjesën tjetër mundet me shit, po nuk ka dërgu oferta në posta asaj që kanë thonë bizneset. Pse nuk ka dërgu oferta? Nuk mu përgjigjet pse nuk e keni rishiku kontratën me Kecin, edhe çështja me rëndësi tepër të madhe, të cilën do ishta me pyet, po që ju nuk e përmendën në konferencë, është që prej 1 qershorit andej rreziku potencial që ju shfaqet qytetarëve është shtrenjtimi I jetës tyne. Qysh e sheh Ministria e Ekonomisë çto?
kopëritet, në bazë të atyre që po na thonë bizneset, ka shansa që nëse një shport ka kushtu 500 euro, më u bë 750. A është e përballueshme çka ka më u bë me qytetarët e Kosovës, të cilët në fund të fundit kanë me psubarrën, qoftë me largim nga puna, nga bizneset, qoftë me shtrejtim të jetës së tyre. Spari, tu shalut për pak qetësi. Nuk po e kuptoj pse jeni kaq nervoz dhe pa durim për këto çështje. Kush ka thënë se shporta konsumatorit do të bëhet prej 500 në 750 dhe me çfarë metodologjie? A i vëni në pikpyetje ndonjëherë burimet, kredibilitetin e burimeve, metodologjin, analizat, apo veç i merrni si të tilla dhe i prezentoni. Cila metodologji është përdor, kush e ka përdor? Cila është logjika që 1% të kompanive më të mëdha, më të fuqishme, veç 200 prej tyre 980 milioni kanë pas fitimet vjet. Mirë po, ndikimi i energjisë elektrike, që është vetëm një komponent, pas ka me i rrit çmimet shumë fish më shumë se sa që është rritja e çmimit të energjisë elektrike, dhe kjo po ndikoj ka në të gjithë shportën e konsumatorit. A i dini sa gabime logjike veç në këtë tregim, pa informata, pa hy me bo matematikën, ka nga e para deri tek e fundit. Çfarë po ndodh është që kompanit, po jo veç kompanit, dhe nuk po i përgjithsoj këtu të gjitha, mos më keq kuptoni, siç edhe thash më herët, menoj që këta që janë të zëshëm, e që po e bëjnë këtë debat kinse në të mirë të publikut, në fakt e kanë për interesat të ngushta të disa kompanive. Dhe janë munduar, dhe shpresoj që nuk ja kanë arrit, që problemin e tyre ta shndrojnë në problem të qytetarëve, në frikë të qytetarëve, në panik të qytetarëve, në mënyrë që pa dashur qytetarët të bëhen zëri i tyre e të thuhen mos të rritet çmimi për ta. Ka pasur edhe analiza nga burime të pavarura që kanë folur për ndikimin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike në inflacion. Këtu ju sugjeroj dhe mund t'i ndajmë miqësisht me ju pas takimit, sepse konsideroj që këtu është mirë të shihen nga burimet të pavarura. Sa i përket shtrëngtimit për 15%, shtrëngtimi ka ndodhur edhe në vitin 2022, prej 15%, mirë po nuk ka pasur inflacion. Është duke u shfrytzuar dhe mendoj që pikërisht fakti që këtë herë është liberalizimi i tregut në pyetje, pikërisht që po preken më shumë bizneset më të fuqishme, që kanë zë shumë më të fuqishëm, është duke u bërë e gjithë kjo zhurmë. Dhe po bëhet zhurmë më e madhe tash për liberalizim të 1% të kompanive, se sa për rritje të tarifave për të gjithë qytetarët. Dhe në këtë temë po dua ta qartësoj edhe një gjë, se Oda ekonomike, që sot tentoj t'i bllokonte rrugët, po thot shtyjeni procesin dhe ne do të përgatitemi për një vit. Asnjë hap nuk janë gjendje ta thonë që e kanë bërë për t'i përgatitur bizneset për liberalizim të tregut për 8 vite që është shtyr. E vetmja zgjidhje e tyre është shtyrja, po a i dini çka nuk po ju tregojnë. Ajo zgjidhja e tyre nuk është zgjidhje. Çka po thonë ata është mbani këto biznese më të mëdhajat, më të fuqishmet në treg të rregulluar. A e kuptoni çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që këto të hyjnë në tarifat për të gjithë ne, që të ketë një rishikim tarifor, që të arritën tarifat të gjithë familjeve, të gjitha 99% të tjera të bizneseve. Oda ekonomike i është me tregu pse menon për 1%, e lobon për 1% në kurriz të 99% të bizneseve të tjera që janë më të vogla, që janë më pafuqishme. Për qytetarët nuk po i pyesim se nuk po mendojnë. Po është e drejtë kur bën lobim me tregu deri në fund dhe me sqaru gjanat. Dhe gjithashtu është detyrë e tyre së pari me fol me bizneset, me i përgatit bizneset. Këto takime që i kemi organizu ne javën e kaluar me furnizuesit, dje ku i kemi sjell një kompani që operon në treg të rregulluar me sukses prej vitit 2018. Këtë kanë mundur ta bëjnë odat.
Po e cek edhe njëherë që ka pas oda që kanë qenë konstruktive dhe që kanë pas edhe panele për liberalizim, oda ekonomike gjermane, European Investors Council, ndoshta po harroj ndonjë më falni. Mirë po për dallim prej tyre, oda ekonomike e Kosovës që sot ka vendosur që ta bart problemin jo veç figurativisht dhe në mediat e qytetar, po edhe t'i bllokoj rrugët, nuk ka ndërmarr asnjë hap për me i përgatit bizneset. Ata po thonë, mos të paguajnë këta të mëdhejt energjinë që e konsumojnë, të paguajnë ne të gjithë, të paguajnë 99% bizneseve të vogla edhe ne familjet, jepna ne edhe një vetë se do të përgatitemi diçka që nuk e kanë bërë të 8 vitet e fundit. Çfarë po themi ne, është që kjo është sfidë të cilës nuk mund t'i ikim. Çfarë po themi ne, është që duhet të kalojmë në këtë dhimbje të përkohshme në këtë tranzicion dhe Qeveria e Republikës Kosovës ka me qenë me ju, me prodhues veçanërisht çdo hap, çdo betejë, me secilin prej tyre. Mirë po, ikja prej sfidës dhe bartja e kostos tek taksapaguest ose tek familjet dhe bizneset të tjera nuk është një zgjidhje dhe kushdo që trumbeton për zgjidhje të tilla, ne i çmojmë shumë idetë që janë për zgjidhje reale dhe që janë në interes të publikut. Mirë po jo idetë që janë zgjidhje në thojza për një pjesë të vogël e në dëm të interesit të publikut. Edhe njëherë po e përsëris dhe po ju bëj edhe ftesë të gjitha bizneseve nga kjo foltore këtu sot, në rast se informata nuk ka arritur deri tek ju deri tani përmes odës, përmes odave, që ne jemi të hapur, unë personalisht çdo ditë, kur do për secilin prej jush që keni nevojë, jam e hapur të ulem të diskutoj dhe t'i adresojmë brengat e juaja në mënyrën më të mirë të mundshme. Por shantazhi, kërcënimi, instrumentalizimi i punëtorëve t'u qitë në protesta, e instrumentalizimi i mediave e qytetarëve t'u mbjell frikën që nëse ju lejoni këta me na rri çmimin neve, na kemi rri çmimin juve, kjo nuk është, jo që nuk është zgjidhje, është e papranueshme dhe kjo nuk është mënyra që funksionojnë institucionet e Republikës Kosovës. Sa i përket kontratës privatizimit, unë çfarë mund të them është se qysh në muajin e parë sapo jemi siguruar që nuk ka ndonjë klauzol që e bën dokument të klasifikuar me çfarë do të ishte shkelje ligji, sapo i kemi siguruar për këtë, e kemi bërë kontratën publike, e kemi hapur, ka qenë mbyllur në një sef, mezi kemi gjetur qelsin, është e arkivuar, është transparente për të gjithë, fatkeqësisht askush në këto 4 vite e diçka nuk e ka kërkuar ta shoh kontratën. Ne e kemi analizuar, veçanërisht kur kemi pasur raste siç e dini jemi përballë me kriza të rënda energjetike, ku jemi varë shumë pikërisht prej këtyre marrëdhënieve kontraktuale me Kecin dhe me Keskon. Dhe e kemi analizuar kontratën sa ka qenë në kapacitetin tonë me ato mundësi. Është një çështje që është jashtëzakonisht e ndjeshme, duke qenë se është marrë një vendim para 12 vitesh për me privatizu një monopol natyror, për me privatizu një aset strategjik, për më tepër është privatizu edhe furnizimi, që duhet jeti pavarur prej distribucionit, janë privatizu së bashku dhe është kriju ky monopol. Është çështje jashtëzakonisht e ndjeshme, që është edhe ligjore edhe teknike, është një çështje të cilën sipas ekspertëve dhe analizave që i kemi bërë, sipas konsulencave, sa i përket çështjes së krijimit të konkurrencës në treg dhe heqjes së këtij monopoli, pa përjashtim nga të gjithë, na është thënë se mënyra më e pastër, më e sigurt, më e shpejt është pikërisht liberalizimi i tregut, e që ka qenë parapare dhe kështu. Po dua ta them edhe një gjë me këtë rast. Liberalizimi i tregut
është obligim që Kosova e ka marrë prej gati 10 vitesh në kuadër të komunitetit të energjisë. Të gjitha vendet e rajonit e kanë ndërmarrë në fakt. Vendet e rajonit duke përfshirë Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut, edhe të tjerat e kanë kryer liberalizimin më herët. Ne nuk e kemi zbatuar këtë obligim deri tani. Ne tani e kemi edhe në plan të rritjes, growth plan të Bashkimit Evropian, si një prej parakushteve prej një pjesë të fondeve avancimin me liberalizim të tregut. Ndërsa ndërkohë ka dalë direktiva e re e Bashkimit Evropian, e cila kërkon një nivel edhe më të lartë të liberalizimit të tregut. Dhe pavarësisht liberalizim ose jo, ne duhet jemi të sinqert me qytetarët dhe me bizneset që tregu i energjisë elektrike nuk po shkon globalisht duke u bërë më i qetë e më i lehtë, po shkon duke u vështirësuar, duke u komplikuar, dhe sa ma shumë që ne mendojmë mençur në këtë aspekt, sa ma shumë që ne mendojmë në kuptim të eficiencës, optimizimit të shfrytëzimit të energjisë elektrike, aq më mirë do të jemi në konkurrueshmëri edhe në Evropë, duke qenë se përveç të gjitha të tjerave, Kosovën si edhe krejt rajonin e pret taksa e karbonit, më së largu në vitin 2030, kur është plani të integrohemi në tregun e energjisë elektrike, e kjo në fakt, secili hap që biznesi e ndërmerr sot për ta ulur konsumin e energjisë elektrike dhe për ta ulur konsumin e energjisë elektrike që vjen nga qymyri veçanërisht, do t'i bëj këta më konkurrent në afat të gjatë. Kjo ka qenë edhe qasja jonë ndihmuese ndaj të gjitha bizneseve, si edhe ndaj familjeve, si përgjigje ndaj krizës. Nuk duam që të subvencionojmë konsumin e lartë të energjisë elektrike dhe indirekt edhe importin, duam që të ndihmojmë edhe familjeve, edhe bizneseve që ta ulin konsumin e energjisë duke rritur eficiencën. Ne kemi pasur tashmë një skemë për biznese, për pajisje ngrose eficiente, në fakt 3 skema, për pajisje ngrose eficiente, për sisteme solare termike, për sisteme solare fotovoltaike. I kemi targetuar 1000 kompani për t'ju dhënë grante për t'i bërë këto investime. Kjo ka qenë gjatë vitit të kaluar. Mirë po fatkeqësisht kemi arritur t'i disbursojmë vetëm tek 154 biznese sepse nuk ka pasur interes. Tash me liberalizim të tregut, vedisimi konsiderojmë që është rritur veçanërisht nga kompanitë që po dalin në treg dhe ne jemi në proces në fazën finale të dizajnimit të një skeme përkrahase për eficiencë të energjisë për ndërmarrje të vogla të mesme, ku do të përfshihen një sër masash duke përfshirë këtu që nga investimet që rrisin eficiencën e pajisjeve ekzistuese, sistemet solare fotovoltaike, baterit për sisteme solare fotovoltaike, sisteme solare termike e të tjera. Kjo është një prej çështjeve që kemi diskutuar me odat dhe me bizneset. Brenda ditës ose nesër do ta lancojmë një pyetësor ku marrim informata nga prodhuesit, harrova të them në këtë pjesën e fundit që fokusi jonë kryesor janë prodhuesit. Dhe jemi në kontakt intensiv me ta, do të jemi edhe përmes anketës që t'i shohim më mirë nevojat e tyre në dizajnimin e këto skema. Dhe kjo është veç një ndër hapat që ne i kemi ndërmarrë dhe po i ndërmarrim si qeveri. Për keku nuk mora përgjigje pse nuk është dhënë oferta? Për kekun, edhe në rastin e kekut, ju thatë që keku mund të jep oferta, duke implikuar që mund të jep oferta me 30 euro direkte. Dua ta qartësoj edhe një herë që keku nëse jep oferta në treg, nuk mund ta shes energjinë e vet. Energjinë te pric e qet në treg, prej tregut e blen energjinë për t'i furnizuar këto ndërmarrje. Keku me sa kam nga informatat më të reja është duke i parë mundësi dhe është duke negociuar me disa kompani. Mirë po nuk e di se si do të përfundoj ky negocim, po pavarësisht kësaj, dua ta theksoj edhe një herë për ndërmarrjet që keku është furnizuesi i mundësisë së fundit. Ligji ndërmarrjeve që nuk kanë arritur të sigurojnë kontrata të rregullta, u ofron mundësinë e fundit që të furnizohen 60 ditë përmes furnizuesit mundësisë së fundit, e ky është
keku. Ajo marzha e shërbimit të kekut është e specifikuar me ligj. Çmimi është çmimi i tregut, dje keku ka qenë në takim gjithashtu për të informuar bizneset, është çmimi i tregut, i Alpexit plus marzha, dhe mendoj që mund të jemi bukur të bindur që keku nuk ka mundësi tash, edhe po të donte, nuk po them se don, nuk ka mundësi ta shfrytëzoj situatën, ta keqpërdor situatën për të ofruar çmime që nuk janë të larta, që nuk janë të arsyeshme. Dhe gjithashtu dua të them që një pjesë e furnizuesve që ishin në takimin javën e kaluar që e patëm në ZRE, thanë se po presim të shohim a do të ndodhë liberalizimi vërtet, duke qenë se zhurma ka qenë shumë e madhe dhe është krijuar një farë përshtypje që do të shtyhet si formë presionit. Dhe thanë që po shohim a ndodh liberalizimi, si po shkon fillimi i tregut dhe jemi të interesuar të marrim pjesë në treg. Prandaj unë besoj se pavarësisht sa do të jetë numri i furnizuesve sot, nesër, pas nesër, brenda javëve e muajve në vijim, interesimi do të shtohet dhe numri i furnizuesve aktiv do të shtohet.